Po hym një herë në mbledhje të shohim edhe gjithë deputetet sot janë. Ta shohim edhe komunikimin që ka edhe kryetari i LDK-s. A ka pas takime të reja me kurtin të vetë? Sot mas takimit sigurisht merrem vesh për gjitha. Qa ka ndodhur këto 2-3 ditë edhe të shohim si do të ecim tutje. A ka gjasa që LDK? Ajo çka dihet është që kemi një ngjerç kushtetues, kemi një blokadë të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga lëvizjeve vendosje, se më mirë të themi nga kryesuesi tashmë i seancës. Dhe kjo është duke dëmtuar demokracinë, po është edhe një farë stagnimi, ndoshta që do të kishte lëvizje pozitive për konstituimin e Kuvendit edhe krijimin e institucioneve të reja. Po disa vendime që janë marrë dje në qeveri, apo gjasa të dërgohen sërish nga LDK në organet e drejtësisë, vendime që janë marrë që konsiderohen. Po ne kemi një kallëzim penal dhe ju e dini, ajo është aktiv, nuk kemi marrë një përgjigje rreth atyre hetime ose çka ka pas tutje. Kjo është e përsëritshme, po është edhe vendimi i Gjykatës Supreme që decisivisht e ndalon ushtrimin e 2 detyrave deputet dhe ministër. Ne nuk kemë përgjigje tjetër. Këtë çka duhet, prokuria duhet me bëu punën e vet edhe hetuesia me pa ku janë shkelet ligjore, ku është shpërdorimi i buxhetit, edhe me marrë masa ndaj 2 vetëve që i mbajnë këto 2 pozita. Faleminderit.